Limi ka reaguar për herë të parë pas largimit nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova, duke ndarë emocione dhe reflektimet e tij mbi një rrugtim që sipas tij do të mbetet gjatë në kujtesë. Në një deklaratë ekskluzive, ai e përshkroi eksperiencën si një sfidë të fortë emocionale dhe sociale, ku çdo ditë ka sjellë dinamika të reja, përballje të papritura dhe momente që e kanë bërë të rritet si person. Ish banori theksoi se qëndrimi brenda shtëpisë nuk ka qenë vetëm lojë, por një përballje drejt për drejt me karaktere të ndryshme, mendime të kundërta dhe situata që shpeshherë kanë nxjerrë nga zona e rehatisë. Ishte një eksperiencë e paharrueshme, u shpreh ai, duke shtuar se aty ka përjetuar si anën më të zjarrt, ashtu edhe atë më të ftohtë të lojës, duke ju referuar tensioneve, debateve, por edhe momenteve të afërsisë dhe mbështetjes mes banorëve. Limi u ndal veçanërisht te ndjenja e vlerësimit që ka marrë gjatë këtij rrugtimi. Ai u shpreh mirënjohës për mënyrën si është pritur nga banorët, duke theksuar se, pavarësisht përplasjeve të lojës, ruan respekt për secilin prej tyre. U ndjeva shumë i vlerësuar. I respektoj të gjithë banorët dhe i mbështes, deklaroi ai, duke lënë të kuptohet se përtej strategjive dhe aleancave, lidhjet njerëzore kanë pasur një peshë të madhe për të. Duke folur për personalitetin e tij, Limi zgjodhi një krahasim mjaft interesant dhe simbolik. Ai e sheh veten si një tip energjik, spontan dhe shpesh i paparashikueshëm, duke krahasuar me personazhin e njohur të animacionit, Stitch. Jam pak ai tipi, sikur kur e kërkojnë të gjitha të Stitchin. Stitchi është i zhurmshëm, nuk rri në një vend, u shpreh ai me humor, duke pranuar se natyra e tij e gjallë shpesh e ka bërë protagonist në situata të ndryshme brenda shtëpisë. Megjithatë, ai theksoi se pas asaj energjie fshihet edhe një anë reflektuese. Stitchi gjithmonë zgjedh veten dhe normalisht, nganjëherë më duhet të zmbrapsem, shtoi Limi, duke lënë të kuptohet se loja ka mësuar edhe të tërhiqet, të analizoj situata dhe të vendos kufi kur është e nevojshme. Sipas tij, ky është një nga mësimet më të rëndësishme që merr me vete nga kjo eksperiencë. Largimi nga shtëpia, ndonse i papritur për disa, për Limin duket të jetë një kapitull i mbyllur me qetësi dhe mirënjohje. Ai u shpreh se del nga kjo aventurë me kujtime të forta, me më shumë vetbesim dhe me bindjen se publiku ka parë një version autentik të tij. Për të, Big Brother VIP Kosova nuk ishte thjesht një lojë, por një pasqyrë ku reflektuan emocionet, forca dhe dobësitë e tij. Një eksperiencë që siç tha vet, nuk do ta harroj kurrë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.